ChatGPT, faqja e internetit më e vizituar në botë. Aplikacioni produktiv inteligjencës artificiale ChatGPT, i zhvilluar nga OpenAI me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u bë një nga 5 faqet e internetit më të vizituara në botë në prill. Sipas informacioneve që gazetari IAA ka mbledhur nga adresa similarweb.com, aplikacioni produktiv inteligjencës artificiale ChatGPT ka filluar të sfidojë për vendin e parë në listën e faqeve të internetit më të vizituara në prill. ChatGPT, i cili u ngjit në vendin e 5 në listë, realizoi një kohë mesatare vizite nga përdoruesit prej 7 minutash dhe 15 sekondash. Në krye të faqeve më të vizituara u rendit sërish google.com, ku përdoruesit kanë shpenzuar mesatarisht 10 minuta e 31 sekonda në Google, ndërsa kjo kohë u shënua 20 minuta e 18 sekonda në youtube.com dhe u rendit e dyta. Platforma e kompanisë Meta, Facebook dhe Instagram u renditën në vendin e 3 dhe të 4 me kohën e kaluar në këtë faqe që ishte përkatësisht 10 minuta e 42 sekonda, 8 minuta e 37 sekonda, duke marrë parasysh raportin e We Are Social, i cili publikoi statistikat për vitin 2024, u pa se ChatGPT ka bërë një hap të madh në listën e faqeve më të vizituar. Aplikacioni inteligjencës artificiale, i cili renditej 9 në listën e kaluar, arriti të ngjitej në 4 vende. Google, YouTube dhe Facebook u renditën përsëri në 3 vendet e para në listë. ChatGPT është qartësisht përpara në mesin e inteligjencave artificiale. Nga ana tjetër, sipas të dhënave nga faqja Altols, e cila përpilon inteligjencat artificiale më të përdorura në botë, ChatGPT është padyshim në pozicionin e liderit. Mjeti i inteligjencës artificiale me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është me një diferencë të madhe përpara konkurrentëve të tij me 4.7 miliard vizitorë në muaj. Sipas listës, e cila vlerëson jo vetëm inteligjencën artificiale produktive, por edhe inteligjencën artificiale në përgjithësi, Canva, një aplikacion për dizajn grafik, renditet i dyti. Aplikacioni mbetet shumë prapa ChatGPT me 887 vizitor, me 887 milion vizitor në muaj.